Elbasani luan këtë të shtunë në transfer të ndaj Dinamos në një duel direkt ku do të kërkohet patjetër marrja e 3 pikëve për të ruajtur kreun. Situata në kampin verdh blu është optimiste, për vetë faktin se vijnë pas një ecurie pozitive në javët e fundit. Ish futbollisti i Elbasanit e Gerd Kuçi flet rreth këtij dueli. Ai vlerëson Dinamon si një rival të denj, por ka besim se elbasanasi do të dinë të dalin me 3 pikë. Ndeshja radhës është ndeshje e rëndësishme, një ekip rival për Final Four. Mendojmë se duhet t'japim më të mirë. Ne ikim në çdo ndeshje me çdo ekip, ikim për të marrë 3 pikëshin e radhës. Vlerësimi është maksimum, nga stafi dhe ekipi. Kemi shumë besim tek ekipi Elbasani, sepse ka treguar nivel si vitin e kaluar dhe këtë vit, ka treguar një nivel shumë të lartë te pjesa e renditjes për të arritur objektivat që kemi Final Fourin, dhe besoj se do dalim me sukses. Verdheblut kanë qenë të privuar nga shumë dëmtime dhe mungesa gjatë kësaj periudhe, po për Kuçin forca e ekipit Elbasanas është grupi dhe jo individi. Tashmë Elbasani ka treguar për pjesën e renditjes, ka treguar se nivelin e tij tek pjesa e arritjes objektivit. Objektivi është Final Fouri, pastaj titulli kampion, pse jo. Është e vështirë me fol tani, domethënë se janë 8 ndeshje, por besoj se pse jo kampion. Në Elbasan të gjithë ndërrojnë tani më dhe titullin kampion dhe Kuçi si një ish futbollisti i ekipit që u shpall fitues në sezonin 2005-2006 e di rëndësinë e një arritjeje të tillë. Ai qëndron me këmbë në tokë, ku thekson se objektivi fillestar është Final 4, por edhe titulli do të ishte qershia mbi tort.